Allahun e faleminderojmë, pejgamberit alayhi salatu wassalam, salat dhe selam i çojmë. Faleminderojmë Allahun për të gjitha të mira që na ka dhënë, por më tepër musliman që na ka bë. Në jetën kohë i lutemi madhrisë së Tij që të na furnizone me dituri për të cilës do të kemi dobi. I lutemi Allahut të na mësone diturinë të cilën nuk e dim, na kujtona atë të cilën e kemi haru, dhe të na shtone diturinë me të cilën do të na bën dobi. Ne pa humbë kohë do të vazhdojmë aty ku mbetëm në takimin e kaluar, kur jemi duke folur për jetën e njënit prej sahabive shumë me vlerë në historinë islame. Kuptohet ne me di legjerata nuk mund të përmbledhim krejt jetën e Hazreti Omerit. Duhet të dim edhe ne që folim, për edhe ju që ndëgjoni. Bëhet fjalë për një personalitet për të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, si kur të kisht pejgamber mbas meje, ai do të ishte Omeri. E para mendoje se për cilin njeri jemi duke folë dhe për atë që jeni duke ndëgjuar. Dhe ne inshallah do të mundohemi që t'i përmbledhim pika të shkurta, thash gjërësisht nuk mundet, s'ka mundësi se me di legjerata dhe tresën i përmbledhim, se edhe vetë khalifati i Hazreti Omerit ka zgjat një periudhë 10 vjeçare, 10 vjet e 6 muaj e 4 ditë, do kosh thot 10 vjet e 6 muaj e 14 ditë, po me gjithatë do thot mbi 10 vjet ka zgjat khalifati i Hazreti Omerit. Ne pam edhe në takimin e kaluar se si erdh Omeri në khalifat. Do thot si erdh në krije të muslimanëve. Ajo ishte propozimi i Hazreti Omerit, ku u pajtuan shumica, krejt me një fjalë u pajtuan me propozimin e vetë të Hazreti Ebu Bekrit, që propozoi si khalife të tij, si zëvendës të tij Hazreti Omerin, dhe kështu që u pajtuan krejt sahabet me këtë zgjedhje. Dhe për këtij momentit Hazreti Ebu Bekri ishte ai i cili edhe i lani porosi shumë me vlerë dhe me rëndësi, dhe kjo e bëni që e motivoi Hazreti Omerin të arrijë krejt këtë sukses që arriti. A dini çka ishte ajo porosi? Ja shkrujti një letër dhe ja la. I tha Omer, janë disa punë të ditës që Allahu nuk i pranon natën, dhe janë disa punë të natës që Allahu nuk i pranon ditën. Është kjo porosi shumë e madhe, se kjo është ajo e cila nuk të bën dembel, po thot mos e le punën për ma vonë. Shpejto, se vetë Ebu Bekri ishte Ebu Bekr i pari, dhe ja la Omerit, le ke kujdes të asha, janë disa punë të ditës që Allahu nuk i pranon natën, nuk i don natën, këto duhet bën ditën, dhe janë dhe punë të natës që Allahu nuk i pranon ditën. Dhe Hazreti Omeri e kuptoi mesazhin, dhe kur e mur e khilafetin, ai e kuptoi se kjo nuk është privilegji, po është përgjithësi, dhe e mori me përgjithësi. Dhe dolim mbajti fjalimin e parë të tij, në fjalimit të tij tha një fjali që shumë me vlerë, që duhet mirë është edhe çdo një udhëheqës që udhëheq një popull duhet ta lexone jetën e Hazreti Omerit, e ta morë edhe këtë porosi, po qoftë edhe një krije familjar. A dini çka tha? Në fjalimin e tij tha, nëse ju nuk më urdhnoni në të mirë, dhe nuk më ndaloni nga e keqja, dhe nuk më këshilloni, nesër në ditën e kiametit do të kërkoj hak para Allahut për ju. Nëse më bëni qef mua, do kërkoj hak. Nëse nuk më ndaloni nga e keqja, dhe nuk më urdhnoni në të mirë, dhe nuk më këshilloni, unë do të kërkoj hak ka Allahu. Pra me një fjalë nuk tha se unë ma jam.
Unë si dhe thamë, edhe kulmi më u bo temel, unë kom tha, ja, nuk është kështu. Ati ku ke drejt, po, edhe pse je udhëheqës, po ati ku s'ke drejt, s'ke drejt. Edhe pse udhëheqës mos ja bën qefin, po tërhekja vrejqe. Dhe kështu që Hazreti Omeri filloi ati ku mbet edhe Hazreti Ebu Bekri, dhe ki ishte i pari që u quaj Emirul Mu'minin, udhëheqësi, imami i besimtarëve. Hazreti Ebu Bekri ishte khalifetur Rasul, zëvendësi i pejgamberit. Është ki i pari që me njëherë në momente filloi që të formone shtetin me kritat institucionet që i takon një shteti. I pari ishte që formoj ushtri të rregull dhe me pagesë. Dhe filloi që t'i pagune ushtarët, Hazreti Omeri. Është i pari që formoj gjykatën, ndërtoi shkolla për mësimin e Kuranit dhe hadithit dhe jipte diploma. Ndërtoi ura dhe rrugë. E dinte se këto janë shumë themelare për jetën e shoqërisë. Rruga, që mësë shohim përgjithësia sa ishte që tha, edhe nëse një deve e vret kamën në rrugë, në udhët e Irakut, kinë Medine, Iraku, tha, kam frikë se nesër do të pjesë të Allahu, pse nuk janë dreqe rrugën. O, mërë, e mos e vrit të devja kamën. Me kështu përgjithësi e murë. Dhe në kohën e tij u hapën kufit e shtetit islam. Shumë mëriti Egjiptin, e çliroi Egjiptin. E muar e shtiti edhe Palestinën në kufit, Irakun dhe Iranin, Sirin, Shamin, krejt, të cilët ishin nën kontrollën e di perandorive të mëdhaja të saj bizantine dhe persiane. Para mendohe, ki imposhti këto di perandori të mëdhaja, Hazreti Omeri, me drejtësinë që e bante, me aftësinë dhe mençurinë e tij që e kishte. Sa që thot, një ditë mreti bizantin i mlodhi e prorët ushtarak. Se Hazreti Omeri, edhe kur i dërgonte ushtrin, i këshillonte se si duhet veprojnë. Edhe kryetarët kur i caktonte, thunte ju jeni shërbëtar të popullit, nuk jeni ju mbretët të ative të punoni ju si doni. Dhe popullit i thunte edhe ushtarëve, këto komandantët janë në shërbimin tuaj. Dhe ju, nëse këto u bën pa drejtësi, duhet të më lajmëroni. Në këtë formë. Dhe ku mritën këta, thash, mreti i zrun të di perendorin, mreti bizantin, i mbledhi këta dhe tha, çka është puna? Kur jemi shumë të sigurt që ushtarët musliman në numër janë shumë pak në krahasim me ju. Në armatim janë shumë dobët në krahasim me armatimin tuaj. E pse kjo disfat? Kërkush nuk foli përveç njani, tha, një maj menqëri, tha, ata janë në pjedestale në lartë të moralit, ata kanë moral të lartë. Folën tash ki, të regon për muslimat dhe ushtarët muslimat. Ata kanë moral të lartë. Natën adhurojnë Zotin, ditën agjerojnë, e din drejtën e tjerve, zullum kërkuj si banjë, dhe amanetin vend të qojnë. Kurse na jemi ata të cilët dëfrehemi, pim alkohol, amanetin nuk e mbajmë dhe në vend se qojmë, të tjerëve drejtat va kemi marë dhe zullum o bëjmë. Dhe kjo është krejt ajo se ne jemi këtu e ata janë atje. Thëmë edhe parës se jeta e Hazreti Omerit është shumë e gjarë. Dhe
krejt jeta e ti është shembull, ama për çdo gjë. Unë nuk mundem të thash ta përmbledh krejt atë se na duhet shumë kohë, për sa ndo unë kam ndaj të foli për këtë periudhën e khalifatit të Omerit alayhi salatu wassalam në 3 pika shumë me rëndësi. Ajo thash krejt është rëndësi, po këto i dallova unë të foli për 3 cilësi të cilët i posedon të Omeri. Vetëm për 3, a kishte edhe shumë ma tjera. Dhe ajo është e para, drejtësia. Kur përmendet tash Omeri, jo vetëm ke muslimant, edhe kë jo muslimant, kur përmendet Omeri, drejt me njëherë u paraqitet drejtësia e ti, se sa i drejt ka qenë Omeri. E pika e ditë, për të cilën dhe të folim inshallah sonde dhe dhe tapim në përmjet shembujve, ta tregojmë të cilësi, është përkushtimi në detyren që e kishte. Nuk o thjesht, si thash, nuk ishte privilegji të dalish dhe kund udhëheqës. Së është vetëm privilegji, por është përgjithësi e madhe. Aje murë si përgjithësi. Dhe e treta për devotshmërinë e Omerit. Drejtësia, thanë, Hazreti Omeri prej momentit kur merë khalifatin, thanë takimin e kaluar, ata rishin me shpatat veshura, kishte arsye pse. Dhe gjatë jetës së pejgamberit, Hazreti Omeri dhe gjatë kohës së Abu Bekrit shpatën e mbante gjithmonë me vete. Si va merr mendja tash, kur erdhi si halife, asëll një kishte apo di shpata. U bë halife, e hoq shpatën. Dhe keni ngju Iram Kamzhik, Iram Shkop. E keni ngju këtë, ishte tulipaj Iram Shkop. Mo nuk mbajti shpatë. Hazreti Omeri mos e mbajti shpatën. A ishte tash mo me Kamzhik. Po pse? Se në kohën Hazreti pejgamberit sa ishte gjallë Hazreti pejgamberi alayhi salatu wassalam, thamë sa ai shpatën nuk e përdorte me ignorancë, po me dituri e përdorte. E dinte se kush e kontrollon. Kishte kush të kontrollone. A e nxjerrte shpatën dhe e shifte pejgamberin, a do t'i thote hiqja kryen apo jo? Kur i thonte jo, a ke shpatën e shtinte mrat. E tash kur erdhi përgjegjësia atij, kush t'i ndalte më kët? Sta kiet shpatën dorë? Ella, tash mbante Kamzhikun, Shkopin. Thët, aq ishte i drejt, që nuk bonte dallim mbres udhëheqësit, kretarit, mretit dhe popullit, mes pasanikut dhe të varfurit, mes robit dhe ati pronarit. Kata janë krit të barabart, se vetëm me devotshmëri i dalloheshin ata. Për ndryshe, jemi krejt barabart para Zotit. Si thot Allah, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ne u krijum për një mashkull dhe një femër. Pra në krijim jemi krejt barabart. Musliman pa jo musliman, të bardhë dhe të zi, arab dhe jo arab, prej një nane dhe një babe. Krejt këtë e dim, dhe krejt edhe ato jo musliman të di. Po thot, u krijum popuj, po pandaj jene në fise, li ta arafu që të njifen ju ma mirë me zveti, që në dimoni. Thot, inna akramakum indallahi atqakum, më i devotshmi, më i larti, më afër ka Allahu është ai cili që ka frikë Allahu më shumë. Kështu mund ndallohesh, por ndryshe jo. Thot, ishte momenti kur është çështja e drejtësisë, e ka vëndu veten në këtë pozicion, sa që i ka thënë gjikatësit, nëse ti njerëzit nuk janë të barabart me Omerin, ti se ke vendin këtu. Ishte një rast, duhesh të shkone në gjyq Hazreti Omeri me një prej musliman. Zeid ibn Thabiti ishte gjikatës.
Kur hitën këto mrenda, Zejdi kur e pa Omir il-Muminin, Omerin, u qunë kam, i bëni respekt dhe ja liroj vendin. Tha, ja, Zejdi. Jo, tha, mu këto ku mersh në gjikat. Nëse thët, njerëzit nuk janë të barabart këti me Omerin, ti se nuk e kje vendin këto. Ti duhet të lishojsh këtë vendin. Ja, që drejtësia Omerit. Një rast për rasteve, thët, erdhi një njeri me një deve dhe hiri në xhamin e pejgamberit. E la devën jashtë dhe hini të fale namazin në xhamin e pejgamberit. Dhe kur doli për xhamis, kur e shef, një 3 vete kam pret devën e kam vo hasun krejt. Dhe ki i shef Hazreti Omerit, asha janë kohët, e shef Omeri këto 3, i shef se janë punëtor. Dhe këto është mirë këta që kanë firma. Dhe që kanë grupe punëtarës, që janë këto përgjegjësi, se punëtarët nuk kanë erë që te i të bëjnë zengin. Se dëkushi i shfridzon punëtarët, që ki ato të punojnë, ja sa vetë punojnë për mu. Allah. Qëllo që a thët Hazreti Omeri. Thët, kur i tha, punëtorët e ku jeni ju? I pas e jom punëtor. A më në zaif dobët, tha punëtorët e filanit. Tha, shko thirë një atë shefin. Shko unë e thirën, erdhaj. Tha, këti, a jom punëtorët tuj këta? Tha, po, punëtorët e mi. E pranove se janë tuj? Po, tha, e pranove të me gjanë. Këti që ja këshin therë devën, i thët, sa kushton devja jote? Ki i vëndoj një çmim, që kaqë? I thot ati gazës punëtarve, qiti pare dhe pagu e devën. Sa t'ja mërë mënin, qish fa i komune, se këto i kam për devën. Tha edhe bile shumë, se ti i ke mundu këta, dhe i ke pru një në qka, sa këto nuk janë ngop me rogën që e kanë marë, dhe janë detiru të bëjnë edhe këtë. Po ti kishe ngop ti, po tu kishe dhonë ti, aqë sa duhet u ibet, këta nuk dhe bëjshin këtë. Për atë, duhet kemi kujdes. Punëtorët i kemi amanet. Sjon ata për të në bënë në vëzëngin. Po ti Allahu ta ka dhonë një mundësi që ata ti të mundësësh jetesën dhe familjes e ti. Kur ta mendone një pronari, një firmës, se qëfar punë jam duke bë unë, pa asë gjësë kështë e marë nga fitimi, vetëm për tjetu. Tjetër në kështë ndavë punëtarve. E sot pëse nuk kemi ne rahati, për shkak se ne mendojmë sot për vete. Nuk mund është bosh i rahat që ti, kur tjetëri nuk është mundime. E kam pjet një njeri të menqur, i kanë thënë, si të bona të lumtur. Tha, dhe vini sande, tha ke unë, ndark. Dhe kur erdhen ata, dhe ki filloj, tha, huleni, dhe u dha ka një luk me bishta gjys metre. Afer gjys metre. Tha, hani, fillun ato të hanë, kur da hanë, lukë e madhe se në qojnë nga derë, dhe u bo, u lodhe, në u mërzitën, u qonë. Tha, ha, tha, huleni prapë. Tha, se shqitjani, tha, që të më shif një mu, si ha unë, edhe ju fillani. Edhe ulki. Mbushi lugën, edhe atë që kishte karshi. Para ati, ja dha ati. Aja dha këti, ki i e pa ti, ki e në këto fillon, tëp, krejt ullon. Tha, nuk mund bësh i lumëtur, derisa nuk e bën të lumëtur qetri. Dhe ti, nuk mund është ti esh i lumëtur, derisa ti, punëtarët tu i janë të lumëtur me ti. Dhe tjetra nga shemblit, tjetër të drejtësis, që Hazreti Omeri nuk ka bërë dallim. Ka qenë shumë i drejt, sa që nuk ka bërë dallim edhe me njerëzit të cilët i ka quë ata si udhëheqësi që i ka pas. Një rast prej rasteve, edhe nëse ka qenë puna musliman dhe jo musliman, drejtësi ka qenë.
pa marrë parasysh. Ju e dini, unë vetëm rikujtoj rastin e Amr ibn Asit, djali i Amr ibn Asit. Amr ibn Asi ishte ai i cili çliroi Egjiptin dhe ai ishte vali, ishte udhëheqës në Egjipt. Sekretari i Egjiptit, me një fjalë. Dhe egjiptasët kanë pas një tradit, po ati kanë jetu edhe kopt që të cilët nuk kanë qenë musliman. Dhe kanë pas një garë, kanë bën një garë. Në atë garë, njëni prej jo muslimanve, djali i një jo muslimanve, dhe ai i jo musliman, e fiton garën. I del para, do thot, garim me kuaj kanë garu, i del para djalit Amr ibn Asit. Dhe kur mrin, kur përfundon, ki nervozohet shumë djali i Amr ibn Asit dhe i bien shuplak. Shuplak të fort. Thot, a e din se kush jam unë? Allah, kush që këti? Kush qenë kemi ne? Ata thot, kër e kam pjedh një, tha, a din kush jam? Tha, po si se di sa kush jeti, tha. Ti je krijuar prej një pike ujti që edhe ti vetë s'ja ndëron erë. Me vete mban pa pastërti, gjithmonë hecen me pa pastërti, dhe fund bëhesh që të hanë krima. Qa je ti? Kush qenë kom gjali kretarit, ha? Dhe ki preket shumë. Thë, i thuan, ka një kretar, një Omer i drëp. Anko u agje, më shko ke baba ati. E merë rrugën a i vinë në Medine. Ka Hazreti Omeri. Kur vinë ka Hazreti Omeri, ja tregon rastin. Hazreti Omeri, me njëherë i bën urdhën Amr ibn Asit, me gjithë gjallin të vinë Medine. Ja, subhanallah, Medine nuk kanë qenë me aeroplan shkonaj. O dash me muja të thone. A më drejtësia. Dhe ti bie më shkurt. Dhe kur shkon atje, i thot, a ke bë këtë? Thot po. Atëherë i thot këti gjallit, qep, thot, do t'i biesh, do t'i mshosh këti ashtu si t'ka mshu ki, si t'ka rah ki, edhe ti do t'a rehesh. Dhe para babës ti. Dhe aje e bën. Dhe e bën dhe i thot Hazreti Omeri, Amr ibn Asit. Prej kur, tha, i bëtë ropë njerëzit të cilët nanat i kanë linë të lirë. Të e në lirë, kur i bëtë ropë ju? Drejtësia e Omeri. Nuk ka daluaj se ti qenë ke udheqës, apo ti qenë ke musliman e ki jo është musliman. Dhe me këtë drejtësi ai mari epitetin Omeri i drejt. Dhe jo muslimant e din, tash kur përmendet Omeri, vetëm se ka ai aludojnë dhe anojnë këtë drejtësia që e ka pas. Dhe me këtë drejtësi e bëni e përhapi islamin krejt atë ka ishte. Tash kalojmë në pikën e ditë. Pika e ditë ishte, si unë se e qujta, cilësia e ti që ishte përkushtimin në detyrën që e kishte. Ja, subhanallah. Kjo është shumë më rëndësi për gjithë ne musliman që duhen ata mrim razina Allahu Gjallëshan. Thëtë, ai nuk ishte, sa që thënë të shpesh herë e bënte, nan, ma mirë mos më kishe lindë. E bënte këtë lundje, ma mirë mos më kishe lindë. Dhe basi linda, o Zot, ma mirë, si kur mos isha përgjigjë, si kur mos isha zgjedh njëherë si kretari musliman, mos isha rritë, po basi u rrita, mos isha bë kretari muslimanve. E pasi u bëna kretari muslimanve, asi kur thot mos më kishte marrë mpjeqe Zoti. Se kam frikë, thot, edhe nëse një deve e vret kamën në rrugën e Irakut, kam frikë se Allahu do të marrë në pjeqe, pse Omer nuk e ndrëqe rrugën e bëne edhe lejove që të devja të dëmtane kamën. Kur i thoshin, pusho pak, ja Amirul Mu'minin, tanë natën, tanë ditën në punë, tanë natën pa gjumë. Ka thënë, nëse flej ditën e hupi popullin,
E nëse flej natën e hupi veten. Kështu ishte Omeri. Këtë përgjithësi, ai nuk i kishte vetëm ndaj muslimanëve, po ndaj të gjithëve edhe ato që ishin jo musliman, që ishin në sundimin e këtij, ai jepte llogari. Një ditë, thot, duke hec, e pa një njeri të lip. Hazreti Omeri i uren të shumë njerëzit të cilët ishin dembela, që nuk punojshin, nuk i dante. Dhe mënyra më e mirë për të ndihmu dembelin është që ta angazhosh në punë. Është mirë t'i ndihmosh, t'i japish një pare, t'i japish një sent, dhe që ama nuk e ke bërë atë që duhet. Ajo që duhet, ta marrish atë përdore dhe ta kallëzosh që ai vetë ta fiton atë 50 euro, në 100 euro. Kështu ka dasht edhe Omeri, dhe kështu don Islami. Nuk i don njerëzit dembel. Do thot, edhe thot Allahu xheleshanu edhe ditën e xumon që është ditë bajrami, fa idha qudiyati s-salatu fantashiru fil ard. Kur ta falni namazin, shpërndani në fytyrën e tokës. Lipni rrezikun. Wadhkurullah, përmendni Allah. Do thot, edhe e pa atë, ti tha plak, çka bën këtu? Ai ishte plak? Tha çka bëj, tha. M'ka lanë takati, ma nuk mund të punoj, jam i dobët, dhe sëm fitoj për ta paguaj gjizjen. Gjizja ishte një taks që paguajshin jo muslimant që ishin në umbrellën e shtetit islam. Sa ato ishin sigurt atje dhe ato duhet të paguajnë një taks. Edhe Hazreti Omeri tha, halliot, tha unë, ai jo musliman, tha unë jam plak, tha, dhe se ne paguaj gjizjen. A kështu jam detyru, punoj, sëm punoj, jam i detyru të bekat. Tha, hecme mu. E mori atë dhe shkoj ke Bejtul Mali. Ki i pari është që formoj Bejtul Mali. Ajo vendi ku të bëhet pasuria, zekati e ato. Edhe u tha atinve, këti njeriut nuk do t'i mirëni mo gjizje. Taks nuk do t'i mirëni, po plus do t'i jipni edhe një ndihmë mujore. Këti dhe krejt ato si janë që këthiki. Allah. Edhe s'është muslimana. Këti jo, ato tjerët do t'i dini ju, do t'i gjini kush janë ata. Këto që s'kan mundësi, thot, nuk do të paguajnë gjizje, pa edhe do t'ju caktoni një ndihmë, një rrok ose një penzion. Kishte Omeri. Një ditë dolën me Abdurrahman ibn Aufin. Natën. Kur e shef sa i sflente natën, ta shofe populli si jeton, e pa një dritë larg në dinis. Dhe haqe ishte si zakon, fale ishte jatsia, dhe bishin flej njerëzit. Dritë shifeshin vetëm në ato vende, në ato shtëpia që kishin dhe një hall, dhe një problem. Dhe i thot, shkojmë, këto ka diçka. Kur shkoj atje, e gjeti një grue me fëmijët e saj, fëmijët janin. Dhe ajo kishte marrë një tenxhere, dhe kishte marrë pak ujë dhe dogur dhe i përzike. Tha, oj robresha Allahut, e çka bëni ju këtu? Tha, na ka zënë ftofti dhe untia. Tha, fëmijët se qajnë nga uria. Po ti shka ke këtu? Tha, unë kom vëndu këtu pak ujë dhe guri përzi derisa ato të flenjë. Ti zonë e gjumi duke mendu se unë u përgadis ushqim. Tha, gruja. Omeri kështu na ka lanë. Tha, po ku e din Omeri se ju jeni këtu? E se di se është Omeri. Ku e din Omeri se ju jeni këtu? Tha, si din, tha, ta mbane, tha, tjetë në krije të popullit, si Emirul Muminin, e mos na ditë hallin ta. Tha, Omer, sa fëmi ke vra. Me njëherë automatikisht u këthi dhe shkoj mur sende për të përgatitur ushqim.
Ai punëtori që ishte ati i tha, ma ngarko mu, unë do ta. Tha, fugën shpinën. Tha, unë ja Emir el-Mu'minin. Tha, a do t'i mbajsh gjinofet e mia në ditën e kiametit ti? Tha, jo. Tha, fuga atë në shpinën te. Emir el-Mu'minin i murë shka duhështë edhe shkoj. Shkoj a gjithë dhe filloj të pregadite ushqimin. E pregadite ushqimin. Vetë. E ndezi zarmin, e ndezi e pregaditi ushqimin, u dhat han dhe priti. Ki thot, hajde ja Emir el-Mu'minin, shkojmë. Thot, jo, nuk largoj këtu, pa i pa fmi duke qesh, ashtu si pash duke qaj. Nuk largoj. Kur ato fillon, e ngapën barkun, fillon të qeshin, dhe i zuri gjumi. Tash hajde, i tha kësaj gruas. Ti nesër dhe vish, në palatin, në Bejtul Mal, ke Omeri, të takoj me Omeri. A dhe vish? Ta po. Dhe erdhë. Me një anë Hazreti Aliu, me një anë Hazreti Othmani. Gruja hini. Kur hini gruja, hop, unë dalë. E pa ftirën që e kështë e pa pranë. E pa se kjo është Omeri. Ki thot ja Emir el-Mu'minin, ki thot ja Emir el-Mu'minin. E kuptoj tash u siguru se 100% ki që ka Omeri, dhe që tha e malkoj Omerin. Se a gjej, para se dahan, atë nat i tha, ti qenë ke më meritor se Omeri për qenë khalifi Omeri. Khalifi musliman, Emir el-Mu'minin. Ti qenë ke më meritor, nuk i taku ka Omeri, ti taku ka. Ja Allah, qëlla shka bana. Tash Omerin e vlerësojmë mbi vlerësim. Tha ti taku ka kjo post që e ka Omeri. Ajo mur të dali jashtë, ndalu, hec këtu. Ndalu. Tha, të bëj bien zot. Sa pare tha ma shet tha, atë zëllum që ta kam bëhën. Atë zëllum që ta kam bëhë, sa pare gërkan, që zotit ma falet. Ma falish edhe ti të ta pagujat. Fol. Ajo i ka të regoj një qmim. Tha, dakord jo, e paguj. I tha, Hazreti Aliu të shkruaj. Shkruaj se Omeri, robi Allahut, e ka paguaj zëllumin që e ka bo filanes. Me që ka qpare. Dhe e shkrujti. Tha, këtë letër tha do të aruni, a di që do të vdes. Do të ma vëndoni mes qefinit dhe trupit tem. Kur ta kaj Allahun Gjellëshanuhu, ndoshta që do të shpëtan. Sa fmi, sa atë dit kër e ka falë namazin e sabahit, të regojnë sahabet, thot atë dit, ose kanë dit, se ne kanë dëgju, se kanë mërë vesht ajete, se qka këndon Hazreti Omeri nga qajtorit, që e ka bë. Sa fmi ke vra Omer, sa fmi anë unët ke lanë. Dhe një rast, kalon, gati gjdo not, ka përcjell situatën, tha kalon afër një shpije, dhe dëgjon një za grue, shpijat s'ka qenë fortifikata, kështu, ondi, jashtë, mrenda, e dëgjon, ajo thur do poezi i dashurije. Për burin e vetë, të kisha, mos të kisha, Allah, dhe shkon në këshi. I pjeta të këshit, a i njipni këtë grua, thët po, ku e ka burin që? Tha, ushtare ka. Allah, ushtari Omerit. Për ati momentin drejt shkon Omeri ke gruja e pengamerit Hafsa që kishte vajza e Omerit. Thët, më të rego, sa ko mund qëndroni një grua pa bur? Hafsa i thët, ja, Emir el-Mu'minin, o baba im, e qka qëtini këtë të dish? Të rego, më tha, më të rego. Tha 4 deri 5 muj. Dhe prej këti momentit dha urdhën. Gjdo një ushtar që është më tepër se 4 muj, në ushtri me njerë të lishojnë të shpi. Dhe asë njëni më tepër se 4 muj mës mbahat në ushtri. Maksimumi 4 muj, dhe kjo jetë liq të shbëhat, edhe është në për librat e fikut, në gruja, nëse buri i rinë ma shumë se 4 muj pa lejen e gruas, është lartë gruas, pa lejen e gruas,
gruaja ka drejt kërkoni shkurorizim dhe burri t'ja pagun e krejt aq që duhet. Se kur kërkon gruaja shkurorizim nuk i takon meri. Amën nëse ajo buri nuk i kthehet në brenda 4 muajve, si kthehet, dhe qëndron pa lejen e kësaj, pa lejen e, nëse me gruan merret vesh dhe rrim 5 muaj, 6 muaj më ngurbet, diçka tjetër është ajo. Amën ajo nuk i jep leje më shumë se 4 muaj, ka drejt gruaja të kërkon shkurorizim. Ishte Omeri, sa i përkushtull dhe sa i kujdesshët ishte. Tash kalojmë në pikën e tretë, devotshmëria. Devotshmëria e Omer. Zatën, devotshmëria e bëri që Omeri t'jetë këtu. Dhe gjithë sahabët Ebu Bekr, Omer, Othman, wallahi mos e kishin devotshmërinë. Në cilën universitet ato diplomun? Ku diplomun ata? Çfarë diplomash kishin ata? Ku e mur Ebu Bekri, Omeri? Ku mur diplomën ai? Për t'u dheq. Wallahi bëni devotshmëria. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wallahi krejt na jemi që këtu, këtë gjendje që jemi, që kështu si jemi, se si firgohemi Allahu xhaleshanu. Po ti firgoheshim Allahu xhaleshanuhu, Allahu do të na furnizon të neve ashtu si që i furnizon zoq në qiell, në mëngjes dalin të unta, e mbrëmje kthehen të ngopura. Në cilën restoran hangën, kush va pregaditi, cili kuar va pregaditi ative ushqimin. Wallahi thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse i frigoheni Allahut, Allahu ju waffiku fi din, do t'ju jape dituri në fe, do t'u furnizon me dituri. Nëse i frigoheni Allahu xhaleshanuhu, pra do të mrinin predestalet larta. Dhe këtë e boni devotshmëria, friga që kishte Omeri ndaj Allahut xhelle xhelalu wa xhaleshanu e ngriti kështu, e boni njëri personalitet të njohur. Dhe do t'jeti deri në ditën e kiametit. Devotshmëria e bëri atë që t'jet i drejt me çdo një shtresë njerëzore. Ai thonë të kështu: nëse thret dëkush se krejt do të hinë në xhennet, veç njani nuk do të hinë në xhennet, kom frikë mos jem unë ai njani. Omeri. Po nëse thirr dëkushi dhe thot, krejt do të hinë në xhehenem, përveç njanit, shpresoj ai njanit jem une. Kështu e që jetën Hazreti Omeri mbes frigës dhe shpresës. Mes frigës dhe shpresës. Dhe një ditë Hazreti Omeri kalon rrugës dhe ndëgjon duke u lexu sura Zilzal. Ai ndryshe i kupton të ajetet. E ne edhe kur i ndëgjojmë, dhe kur ndëgjojmë këshilla, themi, ai pa që i tha, ai pa si i tha. Asnjëherë nuk e thkem gishtin nga vetja se ç'ka tha. Gjithmonë e fugim topin që dërpun. Hazreti Omeri jo. Hazreti Omeri me njëherë e mirte atë këshill për vete. Kaloj dhe kur e ndëgjoj, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ dhe i ratfit. E qunë kë shpia, afër një javë i smu. Omeri, bas një javë kur bien mend e pjesin, e kush të rafti? Qka o bo nuk ishe shenja sulmi, nuk sulmoj, kush sulmoj qa? Tha, më rafti sure Zilzal. Ka raft surja Zilzal. Femen jamel, e kush bën një punë të vogël sa grimca atomit qëftë e mirë, ka me e gjithë. Dhe kush bën një punë të keqe,
sa grimë sa atomet edhe atë kameqet. E tha, ne I bëjmë gjinafet sa kodra. E si shpresojmë shpëtim? Për atë të mrafti, surja Zilzal. Hazreti Omeri e keni ndju se ja ndronte udhën edhe shejtani, pejgamberi ka thënë, edhe shejtani hikën kur e shef Hazreti Omeri. Pse? Se në ato momente kur Omeri I bën vezvese shejtani, ai Allah I shtohet më tepër zelli për punë. Motivohet më shumë punone, dhe shejtani largohet, thotë, jo, se preki këtë, se ki dhe bëne më shumë, largohet nga I, për atë largohet, se nuk I bën vezvese këti. Një dit I pas ka bo vezvese. Edhe ki tha, unë ku isha, rojsha devet. Isha askushi, tash që më bo Emir il Muminin, tërshtoj për një. Tha, më lidh një njerëzit në xhami, dhe I mlodha njerëzit xhami. Tha, ka diçka Omeri për të thamë. E qka ishte ajo? Tha, o njerës, unë tha kam qenë një njeri askushi. Unë I kam rujt devet, dhit, jo vetëm të familjes teme, për edhe qerve, ja që kia mune. E ka përshtësu vete. Hazreti Osmani me njerë ka shtonë, ja Emir il Muminin, qka bone kështu? Pse bone këtë kështu? Tha, në ta ditë e nefsi Omeri se kush ka jo. Në ta dinë e njerëzit. Dhe thot, vetëm se tha, I hini pak në qef vetja, e mposhti vetën. E stroj vetën. Me këtë mënyrë, tha, me devotshmëria e Omerit, dhe kjo ishte ajo që e ngriti Omerin në ato pjedestalet të larta. Omeri, para se të kaloj në vdekjen e Omerit, nuk është edhe koha, dësha të them këtë, Islami, kur I bie dënimet në Islam, që është shumë me rëndësi. Se njerëzit, sidomos jo muslimant, po ka dhe për muslimanve që në një fjalë nuk janë të pajtuar se a Islami e dënim për e dorë, vret, bën regjëm, edhin këta sende I quajnë si të thëmë si vrasës Islami. Jo, vallaj. Dënimet që I jep Islami, dënimet që I jep Islami, qëllimi është që të na pastrone neve. Ti pastrone njerëzit. Dhe ti mbrone që mos mërinje ka jo, ke e keqja. Ta pret dorën. Nëse vjedh, nuk ta pret dorën para. Nëse vjedh, nëse zvjedh, s'ta pret dorën. Na tregonte një doktor, kur ishim studime, kam bajnë një legjerat në Paris, në Francë, në Universitetin e Parisit, dhe qohet një student dhe I thot, sa është e logjikshme nëse një njeri pas ka vjet një herë dhe ti pritet dora dhe tjetone pa dorë për herë. Mi për njerëzit e mëdhi thëmë fjallë mëdhoja, tha kështu. Sa është e logjikshme, çka do të kishe bo, tha ti, nëse e gjen një hajdut në pasurinë tënde, duke ta vjedh pasurinë tënde, për të cilën ti ke dhënë mund, gjers, ta fitosh, dhe ai ka hi ta vjedh, çka kishe boti? Ta e kisha vra. Tha Islami ja pret dorën, nuk e vret. Islami ja pret dorën, nuk e vret. E para mendoni, kjo është preventiv në kohën e Osmanlive, thot, sa ka përpeshin për 600 vjet, afër 600 vjet sa kanë udhëheq me botën, vetëm 3 dorë kanë prej. 600 vjet 3 dorë, do thot vetëm 3 vjedhje ka pas. E tash në minutë sa vjedhje bëhen. Po t'ishte pre dora, a dhe kishte më vjedhje? Po t'ishte bërë regjëm, a I martuti që bën zina dhe bëhet regjëm,
a i dhe kështë e bëma, dhe kështë e pas prostitucion? A bën këto jomë se, këto jo na shkalu. Njani pas ka pi raki në kohën Hazreti Omerit. Dhe e kanë pru para Omerit, ai që ka pi raki o dash dënohet me 100 shkopi. Kur mërin në 60, vdes njeri. Ky vazhdon edhe 20 shkopi ja ep ku famës. Kanë thonë vdiq ki. Pse duhet t'i mpshojmë, pse duhet t'i bina, pse duhet t'i sillim ala. Tha, ne ki mundesh të t'i hane 80 shkopi dhe ti shte gjallë. Ne nuk e vrasim që të vdese, ne e vrasim që hapim dënimin, ta pastrojmë që nesër ka Allahu para Allahu tjetë pak ma lirë, jo që ai do të shputone nga dënimi i ahiretit, a mund ta ketë martnet. Do thot, dënimi që ipet në Islam nuk është dënimi cili don t'i bone zullum njeriut, por don ta pastrone, që para Allahut dale faqebar. Edhe për kështu muslimant e par e kuptun, kështu e kuptunat, se që dënimi që i jepet është pastrim, dhe shkojshin i thoshin pejgamberit, unë e kam bërë këtë, ma jep dënimin. Dhe erdhë koha tash, Omeri dale nga që botë. Edhe kuptohet se dalja Omerit nga që botë, dulë si shahid, sa i gjithmonë e lutë të këtë duan. Dhe të unë të kësho, ja, Zot, ma bënd të mundsh me të vdes si shahid në Medinën e pejgamberit. A para prakisht, veç ishte i paralemru se ki do t'jetë shahid. Se një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam shkoj me Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Othmanin. Hipën në kodrën e Uhudit, kodra e Uhudit filloi të dridhet. Tha, idhbut, ja Uhud. Tha, forcohu, qetësohu Uhud. Se mbi shpinën tënde është një pejgamber, është një siddik dhe janë 2 shahida. Pejgamber Muhamedi alayhi salatu wassalam, siddik Ebu Bekri dhe 2 shahida Omeri dhe Othmani. I thanë, ja emir el-mu'minin, e si e lipti të bie shahid në Medine, kur atëherë lipse derdhe shumë gjatë mrenda në Medine, duhet bëhet luft për të rati dëshmor. Ka thënë, Allahu mund të bëne këtë. Edhe pa u derdhe as një pik gjaku për muslimanve. Unë e lipi shahid lëkun, se pejgamberi ka thënë, kush e lipën shahid lëkun, dhe është i sinqert në atë ka e thënë, Allahu ja mundson të vdesë si shahid, edhe nëse vdesën në dyshek. Dhe një ditë, Hazreti Omeri është në namazin e sabahut. Falën namazin e sabahut me xhamatin, s'ka pas drita kështu. Në reqatin e parë, kur fillon në reqatin e dytë, një megjusi që para prakisht Hazreti Omeri e ka hetu dhe një kalim se për hirtë kohës nuk dalem shumë, kur ka kalu, ki ka thonë se Omeri ka thënë kret ato që ka janë të burgosur, që nuk janë musliman, që janë të burgosur, të largohen nga Medina. Edhe se janë musliman, se ato në që më ka i më burg, atëherë më ka i për punë mira. E njëri e ka pas si punëtor këtë e ka kalëzu se o shumë i aftë, shumë punë din të bëne. Lejo ma ta mbajune, këto dhe pagun e gjizjet këtë. Dhe një ditë kalon Hazreti Omeri edhe e shef këtë, thot, ti ka marrë vesh se bën edhe mulli prej ere. Thot, do të ndëgjone krejt bota një ditë, tha shfar mullini do të bëjun. Edhe Hazreti Omeri u tha, ati me shok, tha ki mu kërcënu mu. Ki më bëni kërcënim. E ki lu'lu'a el megjusi, ka qenë. Zarputist. Një dit e vendosën, thot një muj dit e ka përgadit thikën me dit teha, me dorëzën mes, dhe e kanë bajnë një helm. Që nëse nuk mundet të bëne pun e shpumja, helmi të ambise. Atë shka shkun sigur. Dhe Hazreti Omeri në reqatin e dit, tas në reqatin e parë ka pas frikë se mos hina ala do kushi, e reqatin e dit më shife se mos vi, hinë Hazreti Omeri, duke lexuar reqatin e dit, a hinë dhe e shpon në kërtizën këtu, dhe e bën si mulli. Edhe Hazreti Omeri bie Omeri dhe thonë detarët, më ka fshoj qeni.
erët. Qështu e kanë ju. Dhe bje pa mend, Abdurrahman ibn Khaufi del me njerë si imam dhe i falen me shkurt rëqatin dhe e marin edhe e qojnë Hazreti Omerin në shpi pa vetdije. Ki me gjësiu kur mërë të hike thot edhe 13 vetë tjerë shpan të hik 7 për atinve vdesi. Njanit prej muslimanve i kujtohet se ato i kam bas ato veshet e tire ka pas si kaput e sapi, thot ja fugën ati mbi kokë, se ndryshe se në kanë mund të rakin atë, e rakin aj para se të rakin aj vetë mbitet dhe të pritet me të njëjtën thikë dhe aj vdes ati. Kur e qojnë kjo me rëndësi shumë, tash kur e qojnë Hazreti Omerin shpi, kjo e parë kur bje, sa ato tash duen ta bjen në ment, ta këthjelin, jo s'ka asni metodë, o mirë muminin, o merë, s'ka s'bjen ment ati. Dhe njoni thët, a do një të në qoni Omerin? Tha po be, tha shkoni ke vesh i thonë, ja mirë muminin, es-sala. O dhejtë si besimtarve, namazi. Dhe atëraj, i qelësit. Dhe thot, namazi vallahi, thot, aj që se falen namazin nuk ka hise në islam. Omeri, natë, dhe thot, a e falen muslimant namazi? E kuptoj se jush bo, ati, shef rrjedh gjaku, tha a e falen, ja, qfar, në momentet ma kritike ki, lipën, pjetën është, ala i interesu, për muslimant, për gjematin, a e kam falë sabaj. Allahu akbar. Dhe pastaj, peqja e ditë e boni ta, kush ma boni këtë? Kush? I thanë, Abdullah ibn Omer i gjallit i tha, aj lu'lu me gjësiu, aj me gjusiu, aj puntori, tha po aj. Tha alhamdulillah. Se tha alhamdulillah? Tha alhamdulillah që Omeri nuk është vra nga dora e një muslimanit. Kua, këtua jam qëtësia. Tha se nuk dua unë se bip të bohem që të kusht hinë në gjahenem. Ajde hinë në gjahenem se ka besu zati. A me gjësiu nuk dhe hinë në gjahenem që më ka vra mu. Por e ka fitu gjahenemin se ka besu Allahu dhe pengamberin. Aj përat, tha alhamdulillah që nuk është prej dorës së muslimanëve. Tha mirë afronja ujtin që të marrë abdes. Ato e thirën në atë moment mriti doktori. Kur erë doktori e qëllon tash i japin ato, kam pas një metodë, i kanë dhënë tamël, ta shofin se si është situata. Ai kur e këpitë të tëmë, sa janë dëmtu të zarët. Kur e ka pi të omni, se s'kam pas këso kamera e rengene, e ka pi të omni, ka dalë të omni, ka plaga. Ka thonë, është i dëmtu të shumë dhe nuk ka jetë gjatë. Hazreti Omeri ka thonë, kishe thonë drishe dhe thush aren. Da Allah, dhe e follet vërtetëm, nuk kom jetë gjatë. Të kishe thonë drishe dhe thush aren. Më bini ujtin të marrë abdes. Në atë gjendje të fale namaz. Ja, mirë mu'minin. Po thia, ja, gjaku të redhë. Tha më bini ujtin. Aj mendoj se njëherë mendon se gërkon të pine uj. Aj fillon të marrë abdes. Dhe në atë formë të fale namazin e sabajt, se kom falë sabaj, ju më kujtu se një reqas të ka falë. Lësër, e ku jemi ne me namazin? Pastaj qka tha? Tha Abdullah ibn Omer i gjallit të ti, tha shkoke Hazreti Aisha, dhe bani selam, thët ka bo selam Omeri, jo Emirul Muminin, se us jam ba Emirul Muminin. Se kur ti thuesh Emirul Muminin, duhet ta me ndonë ndryshe. Tha thuj Omeri, ka shpret dëshirë që të varaset këtë ditë dashurit e ti. Ka jo dhoma ku ishte pejgamberi a.s. Ebu Bekri. Dhe kisht një vend që Hazreti Aisha e kishte ruj për vete. I katri mos kisht vend. Tha shtoj, dhe mos e detiro. Tha shkoj
Hazreti Aisha qante. Tha vallahi, tha, atë kom rruj për vete. A më tash që më prek shumë për rastin e Omerit, të lojat, dja për parësia ti. Dhe kthehet Hazreti Abdullah ibn Omeri, djali, dhe ja jep këtë lajmin e gëzushët të Hazreti Omeri. Gëzohet shumë Hazreti Omeri dhe i thot prap, kur të mirëni të më qoni për më varë, pyet edhe njëherë, mos u bo pishman, Hazreti Aisha. Pyet edhe njëherë. Nëse ajo pranon, po nëse jo, qoni ke ku janë varë tjera. Kështu ishte edhe përfundoi jeta e Hazreti Omerit, edhe ai brenda 3 ditëve edhe dha amanetin, shkoi shahid ka Allahu xhallal shanuhu. Brenda këtyre 3 ditëve edhe këtu, edhe në këtë gjendje kaq shtranë që ishte, e kishte derdin gajden e muslimanëve se kush mas andej do t'i heke, do t'i udhëheqë musliman. Edhe pse në këtë gjendje ai e diskutoi se cili duhet t'jesë edhe që duhet të bëjnë mbas këtij dhe ta bëjnë sa është ki gjallë ta zgjedhin edhe halifen që do ta zaventësone Hazreti Omerin, e ai ishte pastaj inshallah dhe shoh kush ishte në takimin e radhës, inshallah. I lutem Allahu xhallal shanu që të na falet, na mëshiron. Ne si Omer së mbohena, po paktën t'i afrohena. I lutem Allahu xhallal xhelalu ve xhallal shanu se Omeri arriti këtë shkallë me frigën ndaj Allahu xhallal shanu. Dhe i lutem Allahu xhallal shanu që jetojmë me frigën e Allahut dhe na shpëtonin këtë botë dhe në botën tjetër të na takone me pejgamberin, me Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun dhe të gjithë sahabët në xhennet inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.